Ore më tha Monika në studio, po ti pse sikën? O jam në punë, i thash. Monika Kurmandi? Po, më tha, se i thash, unë pse sikni Monika? Ta thash, më përfora. Po ti pse sikën, tha? I thash, po unë jam në punë, motër. Që të them unë shkret. Tani, kjo kështu do vazhdoj, tani sa tjetë bota, sa tjetë jeta, duke parë tani, në fakt, sot bota, Muçi duket se është zhytur në një mas të madhe në autokraci. Dhe autokracit po dalin më të sukseshme, shpesh më të sukseshme se perandoria e madhe që bëri bota, që bëri Amerika, po dhe vetë Amerika. Por dhe këta por shkasin drejt autokracisë. Po ta vëshre për shembull presidenti që ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka 15 ditë, nga 13 herë ka thënë mbaroj lufta. Sot e ka mbyllur bombardimet. Pra 48 orë shtatë do bombardoj fort, shumë fort. Do bombardonte fort Irakun, centralet, luftamore. Sot o që dorë. Por nëse mund thot prapë në mëngjes, nuk e dim. Këtë dhe gjendja tani rënd duket në të gjithë botën. Le ne që s'kemi qenë fare, po ne kishim ndërtuar një karikaturë të demokracisë liberale. Këta që ishin vërtet dhe nuk janë. Mere me mënd ne. Por bota është zhytur. Dhe kjo klimë, ndoshta i ndihmon tani, dhe kjo klimë liderët tanë. Ja, për shembull, doktori, di e kishte, e kamon të pjesë e dytë të demonstrata, kishte vënë flamurin gjerman. Në demonstrata, kishte hequr flamurin e Amerikës, se kjo nuk hoqi as në gradën asgjë. Nuk e hoqi doktorit. Kishte marrë flamurin gjerman. Dole ambasadë gjermane sot po bërtiste. Mos diqni, mos shkatroni, thosh, mos godisni, mos bëni kështu, sepse koshat e plerave diqte i shketjerë. Po, dole ambasadë gjermane se pa flamurin. Tani kuj ka marrë flamur tjetër, e gjitha. Se kuj nuk e ndihmoj. I qikon të këtu. Edhe pagua la civita këta e të gjithë. Mos vallë po ndihmojnë fort nga këta. Kuj e të tjerët e tjerë. Mos po ndihmojnë edhe doktorin edhe dramën. Të jenë këta. Duke qenë këta, ha? Ky është një personazh i çuditshëm, dhe vjen keq që Edi Rama në të vetëmi moment që e përshkroi këtë në mënyrë të saktë, utëroj se u detyrua të tërhiqet. Po, në fillim thua ti, haroj që jo, ishte sigurt që ky nuk fitonte. Po pastaj ky është personazh, ky do regjistrohet në histori, kupton? Kam përshtypjen do kërkoj edhe mandatin e tretë edhe Amerikën po në terma të demokracisë po e kthen hapa mbrapa. Por në terman, le të themi, të leadershipit botëror, nuk e dim. Unë me të tema merren shumë në programin tim, dhe një nga arsyet që merrem me tema tilla ndërkombëtare ka të bëjë me fatin, jo nuk flas dot më për Ramën e për Berishën e për. Ja, ne do të më fshërmë që një herë muaj do vish tu. Dhe kështu gjëra të tjera do flasim, jo ato tematikat. Tek do bëjmë një bashkë një herë në muaj, edhe unë vit e ty me clearing, nuk edhe pronari nuk na paguan as ty as mua. Kemi shkëmbejmë clearing kështu dhe jemi në rregull, e kupton? Edhe ai kënaqet. Edhe ne kënaqemi, bëjmë një pjesë. Një në muaj. Kështu që mendimi, do flasim për të punë. Por mendimi im është që demokracia është në tërheqje, me thënë drejtën. Këto regjime despotike i kanë vjedhur qytetimin perëndimor, kapitalizmin, por nuk i kanë vjedhur demokracinë. Demokracinë e kanë përbuzur. Edhe kanë qelluar që janë suksesshme. Unë më së shumti kam fjalën te Kina. Edhe me sa duket tani Amerika po bëhet xheloze për të punë, që nëse marton bashkë kapitalizmin me despotizmin politik, funksionon ka mirë, dhe ndoshta Trumpit i shkon mendja që ta bëjë këtë martesë në Amerikë. Nuk e di sa të lehtë e ka, sepse atje ka me thënë drejtën sa institucione, dhe ideja për të kandiduar për mandatin e tretë që nuk e lejon kushtetuta, ky do bëjë gjithë përpjekjet e veta, por ka disa institucione që në fund unë mendoj do t'i thonë jo. Por është një problem i madh për botën, është një problem që jo legjitimon këta, siç e thotë ti, legjitimon këta tanë në përpjekje që bëjnë për të ndonjë pafund. Po unë e shoh si të rrezikshëm, sepse është i paparashikueshëm, është njëri me hënës, ç'a thot sot nuk thot nesër. Siç e thotë ti. Ja të ndryshme thot. Ose për shembull muslimanët prapë. Njëri që do ta sundojë botën duke shkruar dhe postuar mesazhe të shkurtra në atë rrjetin social të vetin. Një njeri që kundërshtarët nuk i dorojnë dot, pardje tha për Müllerin, për atë që hetoi, le të themi, ndërhyrjen ruse në fushatën e Trumpit, tha që vdiq Mülleri dhe unë jam shumë i gëzuar që ai vdiq sepse ai tani nuk ka mundësi të bëjë dëm
njerëzve të tjerë. Edhe nuk është herë e parë që gëzohet publikisht qarta që jepton kur vdesin të tjerë, vdesin kundërshtarët e tij. Kundërshtarët të tjerë që janë kundërshtarët e Trumpit, ky bën çmos mobilizon departamentin e drejtësisë aty për t'u hapur çështje penale. Është një personazh që ka shenjuar një kputje të madhe me traditën amerikane. Nuk e mendoja kurrë që amerikanët do t'ja bënin Kabull vetes njëri të tillë. Ja ka ndodhur. Po krizat pjellin në njerëz çuditshëm. Po shqyr zotit, ky nuk ka pjellin nga këta, si Hitleri, si këta. Se pjellin njerëz shumë çuditshëm krizat. Bota është një krizë në këtë sistem, jo vetëm Amerika. Po Amerika është e para sepse ajo e drejtoi botën gjithë të kohë. Gjithsesi, zoti Nano, të kthehemi në një moment tjetër te opozita. Në kushtet që kemi sot, opozita e ka të pamundur të vijë në pushtet. Ka një ngresht të madh. Pse mendoni se ndodh? Çfarë pengon? E the, pak a shumë ne I tham gjërat. Nëse do të kishim një opozitë reformuar, mendoni se Rama rrëzohet? Rama rrëzohet, po varet tani se nuk është se largimi I Berishës në mënyrë automatike e sjell opozitën në pushtet. Varet kush vjen tani, por edhe Flamur Noka, unë besoj që ulen gjasat që opozita vjen në pushtet. Varet kush vjen, nëse vjen një njerëz që thith konsensus, që na bën edhe ne dyve, edhe të tjerë, na bën që themi, që ka interesant ky. Po me të shofun aty, se këta e kanë tharë, këta e kanë shkretuar gjithë mjedisin për rreth. Po se aty kanë dalë grupe armiqësore shumë. Po, dalin grupe armiqësore. Grupe armiqësore. E kanë tharë dhe tani ka njerëz. Po të pushkatoheshin këta, mu që e them shpesh në studion, si që pushkatonte Enver Hoxha, këto grupe armiqësore që kanë nxjerrë doktori, do ishin 200-300 grupe. Po, sigurisht. Që shokon ver 7-8 grupe bërim. Tani dëgjoj. Po ai pushkatonte. Ylli, më duket shumë e rëndësishme ky shkretimi mjedisit ku këta punojnë, më duket I qëllimt. Qëllim të thua. Sepse ka njerëz tani socialistë dhe demokratë që thonë po iku Berisha po doja me shumë gjas shkatërrohet. Edhe këta kanë të drejtë, kupton se me shumë gjas po iku Berisha po doja shkatërrohet. Unë nuk shoh gjas që rregullohet. Ka socialistë që thonë, balar se tani dakord Edi Rama 4 mandate, por nëse ikën Rama PS-ja shkatërrohet, në PS plas lufta civile. Këto janë gjëra që bëjnë sens, bëjnë kuptim, sepse ata e kanë tharë çdo gjë aty, kupton? Dhe nëse ikin këta, sigurisht do dalin personazhe të tjerë, secili do krijojë atë parcelën e vet, do krijojë fraksionin e vet, partitë do përçarë. Muçi sipas te bie ajo teza që Rama nuk rrëzohet me zgjedhje. Rama rrëzohet me zgjedhje, por duhet të jetë ai që rrëzon, thua ti. Ylli Lulzim Basha vetëm për pak me fjalë shpëtoi pa ardhur në pushtet. Në zgjedhjet e fundit që ka qenë kryetar Lulzim Basha. Ishin shumë pak vota, 35.000 vota. Madje unë mbaj mend që ai e nisi nga një start I dobët shumë dhe pastaj në mënyrë progresive u rrit sigur fushat elektorale të vazhduar edhe një javë, ai kishte fituar zgjedhjet, sepse po funksiononte rritja graduale. Pra Edi Rama mundet që të shkojë me të. Po kjo është një narrativ që e kanë krijuar këta njerëz që duan të mbajnë Berishën me pahir aty. Edhe ka që thjeshtë gjëja.